Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. 444 studentë ekselencës dhe programeve prioritare kombëtare do të mbështeten këtë vit akademik me pagë minimale 50.000 lekë dhe pa tarifa studimi. Lajmin e ndau Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro, e cila i quajti vitin 2025-2026 kulmin e politikës së mbështetjes për studentët. Universiteti e Qerem Çabej vitet e fundit ka arritur ndjeshëm bashkëpunimin me universitete dhe shkolla profesionale në disa vende europiane, kryesisht me Spanjën. Së fundmi në Gjirokastër kanë mbritur disa të rinj spanjoll, të cilët do të kryejnë praktikën profesionale në institucione dhe biznese që operojnë në qytetin jugor. Në Gjirokastër gjatë vitit 2025 janë regjistruar 58 urdhra mbrojtjeje dhe 18 çështje penale për dhunë në familje. Ndryshimet ligjore synojnë shpërsimin e masave ndaj autorëve dhe forcimin e mbrojtjes për viktimat, ndërsa sfidë mbetet zbatimi i ligjit në praktikë. Në fshatin Stegopul të Libohovës, dimri nuk ka ndalur ritmin e jetës, edhe pse banorët janë të pakët dhe shumica e tyre në moshën e tretë, ata vazhdojnë punën e përditshme në bujqësi dhe blegtori. Vitet e fundit në fshat ka nisur edhe agroturizmi, që po krijon mundësi të reja ekonomike dhe rikthen vëmendjen tek potenciali i Stegopulit për një zhvillim të qëndrueshëm. Ju njohim tani më gjërësisht. 444 studentë ekselencës dhe programeve prioritare kombëtare do të mbështeten këtë vit akademik me pagë minimale 50.000 lekë dhe pa tarifë studimi. Lajmin e ndau Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro, e cila i quajti vitin 2025-2026 kulmin e politikës së mbështetjes për studentët. Buxheti i ministrisë këtë vit ka vlerën e 185 milion eurove. Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë kanë shpallur mbështetjen financiare për 444 studentë ekselent dhe ata që ndjekin programe prioritare kombëtare për vitin akademik 2025-2026. Skema parashikon përjashtim nga tarifat e studimit dhe një mbështetje mujore në nivelin e pagës minimale 50.000 lekë për secilin student. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro e cilësoi këtë vit si momentin kulmor të politikës së bursave. Qeveria shqiptare ofron për studentët kredi studentore. Pak e din, pak e përdorin, mendoj që kemi ende pak aplikime, janë shtuar, kemi një rritje nga viti i kaluar, por është një mundësi shumë e mirë për studentë të tjerë, të cilët nuk marrin asnjë mbështetje, po ka nevojë për një ndihmë tjetër, sepse shteti mbulon 5% të interesit të kredis dhe ngelet vetëm 1% për të paguar si interes kredie për studentët. Është një mundësi shumë e mirë. Unë besoj që Akfali, pra Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, por edhe universitetet, profesor, edhe qeveria do duhet ta promovoj më shumë këtë mundësi, sepse është vërtet një ndihmë shumë e madhe për familjet të cilat investojnë në studimet e larta të fëmijëve të tyre. Sigurisht nuk ra nga qielli, nuk ka qenë gjithmonë, e kemi vënë të gjithën këtë në vit që nga viti 2022, po më vjen mirë të them që për vitin akademik 2025-2026 janë 444 studentë që përfitojnë nga kjo skem financimi. Janë lidhur ndërkohë dhe kontratat në pjesën më të madhe me agjencinë, por bashkë besoj do kemi mundësinë edhe disa kontrata në mënyrë simbolike të ndajmë bashkë me profesorin, dhe që ta kuptojmë pse 444 është një numër i rëndësishëm dhe unë e vë në dukje, është sepse në vitin akademik 2022-2023 kishim vetëm 160 studentë të cilët përfituan nga kjo skemë mbështetje. Kemi pra rritje të mbështetjes, po edhe rritje të cilësisë, edhe rritje të numrit të guximtarëve që më pëlqen t'i quaj. Nga këta 444 që kemi si vjet, 166 janë studentë të ekselencës, plotësisht e merituar, dhe 278 janë studentë që kanë zgjedhur të ndjekin studimet në degët prioritare. Buxheti i Ministrisë së Arsimit për arsimin e lartë për vitin 2026 arrin në 185 milion euro, shifra më e lartë nominale deri më sot. Përmes këtij fondi mbulohen bursat për 12.000 studentë nga shtresat sociale në nevojë, përjashtimi ose reduktimi i tarifave për
për 41.000 studentë të universiteteve publike, si dhe skema e kreditimit studentor ku qeveria mbulon deri në 5% të normës së interesit të kredisë. Universiteti e Qerem Çabej vitet e fundit ka rritur ndjeshëm bashkëpunimin me universitete dhe shkolla profesionale në disa vende europiane, kryesisht me Spanjën. Së fundmi në Gjirokastër kanë mbritur disa të rinj spanjoll të cilët do të kryejnë praktikën profesionale në institucione dhe biznese që operojnë në qytetin jugor. Janë studentë ardhur nga Spanja, shoqëruar nga profesorët e tyre, të cilët për 3 muaj do të zhvillojnë praktikën profesionale në institucione e biznese që operojnë në Gjirokastër. Vinë në kuadër të programit Erasmus+, nga një institucion arsimor që ofron diploma 2 vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe inteligjencës artificiale. Y venimos con un grupo de estudiantes. Kam qenë në vendet të tjera ku kam shoqëruar studentët e mi, por në Shqipëri është hera ime e parë. Na kam pritur kaq mirë dhe uroj që djemtë e mi të përjetojnë një eksperiencë të shkëlqyer. Periodo de 3 meses. Jam shumë i lumtur që ndodhem këtu. Përveç praktikës, do të kemi kohë të njohim nga afër edhe rajonin tuaj, të mësojmë më shumë për kulturën tuaj. Gjirokastra më duket shumë e bukur. Día a día con la gente de aquí. Ata janë pritur nga rektoria Hucana, i cili u shpreh se këto bashkëpunime luajnë një rol të rëndësishëm edhe në promovimin e vlerave kulturore e turistike të rajonit jugor. Universiteti e Qerem Çabej i Gjirokastrës ka shumë partner perëndimor, kryesisht në vendet e Europës perëndimore, një prej të cilëve janë dhe shkollat teknike dhe universitetet e Spanjës. Pas unë edit që cili ka është prezent tashëm një nga universitetet prestigjioze të botës, tashëm Universiteti e Qerem Çabej i Gjirokastrës ka dhe kontakte me universitetet tjera dhe me shkolla teknike, të cilat u vinë në ndihmë jo vetëm studentëve tanë, por dhe të rinjve spanjoll, për të njohur arritjet në qytetin e Gjirokastrës, për të njohur sa më afër vlerat turistike këtij qyteti, si një pasuri e padiskutueshme e UNESCO-s, të mos harrojmë që Gjirokastra ka 3 element në pasuri të UNESCO-s tashëm, është Këngalabe, është vetë qyteti i Gjirokastrës dhe lumi i Vjosës. Pra, nuk ka rajon të Europës, në një rajon kaq të vogël sa ç'është Gjirokastra dhe 3 elementë të saj janë pasuri UNESCO-s. Janë pikërisht këto vlera, të cilat ne duam t'i promovojmë si universitet për të arritur potencën e këtij rajoni, në të mirë të zhvillimit ekonomik. Pra, Universiteti e Qerem Çabej i Gjirokastrës tashëm nuk është një universitet i cili prodhon thjesht diploma për disa të rinj, por është një universitet i cili promovon vlerat ekonomike të rajonit, për t'i dhënë një zhvillim akoma dhe më tej turizmit në Gjirokastër, por dhe zhvillimeve tjera ekonomike. Pra në fundit, universiteti tashëm po kthehet gjithnjë më shumë në shërbim të komunitetit. Pra, mos qenë thjesht një universitet për universitet, por për të qenë një universitet në shërbim të komunitetit. Dhe ky tashëm është një mision i cilin ne nuk e shikojmë të pamundur, për të qenë në njëjtë rang si universitetet botërore ose europiane, të cilat vijnë në shërbim të komunitetit. Të tjerë student pritet të vinë nga jashtë në Gjirokastër gjatë këtij viti akademik, ndërsa të rinj nga Universiteti e Qerem Çabej do të udhëtojnë drejt vendeve europiane, ku aktualisht duke kryer praktikën profesionale janë 6 student, 2 në Letoni dhe 4 në Poloni. Moti i keq ka shkaktuar rrëshqitje të mëdha të dheut në lagjen më të vjetër të qytetit, Beqir Efend në Delvin. Një masiv i madh dheu ka rrëshqitur mbi disa shtëpi, përfshirë edhe një qeparis 500 vjeçar, i cili ushem së bashku me dheun. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente për të shmangur pasojat edhe më të rënda, ndërsa strukturat e emergjencës po monitorojnë nga afër zhvillimet në terren. Rreshjet e fundit të shiut kanë shkaktuar rrëshqitje të mëdha dheu në lagjen më të vjetër të Delvinës në zonën e njohur si Beqir Efend. Një masiv i konsiderueshëm dheu ka rrëshqitur mbi disa banesa duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke rrezikuar jetën e banorëve. Mes objekteve të prekura ishte edhe një qiparis rreth 500 vjeçar, simboli i zonës i cili u shëm bashkë me masivin e dheut. Pamjet tregojnë shkatrimin e plotë të një banese, ndërsa familja Sheu është detyruar të largohet menjëherë nga shtëpia e cila tashmë është e pabanueshme. A një fond nga bashkia atër, se çdo na japi nuk e dim, që se këtu nuk jetohet. Ti të flëm këtu nuk flihet, as ditën, jo të rish edhe natën. Me këtë gjendje ne nuk kthehemi më të jetojmë si njerëz, se mua më prish e gjithë Terezia. Më prish çdo gjë, më prish. Të vish brenda të shikosh, ka rënë suva, shtëpia ka marrë, plus që shpeshur qatia,
po ka marrë edhe deformim soleta. Kryefamiljari Ibrahim Sheu apelon për ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse duke kërkuar masa konkrete për stabilizimin e terrenit përpara se situata të përshkallëzohet më tej. Dikush Ahmet shaka me kështu më thot, më merë në telefon e më thot, edhe të janë një lajmë të mirë, të ka rënë që e Parizi, edhe ta ka bërë shtëpinë pet. Mos u talli, thash se nuk është shaka, është e vërtet, më tha. Ishim rrugës duke ardhur, urmim këtu, pam këtë gjendje. Aktualisht, familja Sheu është strehuar pranë të afërmve, ndërsa në zonë pritet përmirësimi i kushteve atmosferike dhe vlerësimi i specialistëve gjeolog për të përcaktuar nivelin e rrezikut. Sipas strukturave të emergjencave në bashkinë e Delvinës, situata mbetet problematike për pjesën tjetër të lagjes, pasi kodra ka pësuar çarje të thella duke rrezikuar edhe 2 banesa të tjera si dhe 8 qenë historike të zonës. Në kuadër të programit Rilindja Urbane 2.0, po vijon lirimi i ambienteve përreth institucioneve arsimore nga ndërtimet e paligjshme në të gjithë vendin. Kryeministri Edi Rama publikoi sot pamje nga ndërhyrjet në terren, duke theksuar se kjo është një masë e domosdoshme për siguri, qarkullim normal dhe krijimin e një mjedisi të dënj përreth shkollave dhe universiteteve. Nisma e nisur në korrik të vitit të kaluar është konceptuar si një ndërhyrje e përhershme dhe mbetet prioriteti pushtetit qendror dhe vendor. Qeveria ka forcuar kontrollet në terren dhe ka shpërsuar masat në kodin e ri penal për ndërtimet pa leje. Përmes portalit Hapësira ime publike, qytetarët kanë raportuar 18.808 raste shkeljesh, nga të cilat 14.643 janë zgjidhur, ndërsa 4.165 raste janë ende në proces shqyrtimi, duke treguar angazhimin e vazhdueshëm të institucioneve për një hapësirë publike të sigurt dhe të rregullt. Në Gjirokastër, gjatë vitit 2025 janë regjistruar 58 urdhra mbrojtje dhe 18 çështje penale për dhunën në familje. Ndryshimet ligjore synojnë shpërsimin e masave ndaj autorëve dhe forcimin e mbrojtjes për viktimat, ndërsa sfidë mbetet zbatimi i ligjit në praktikë. Dhuna në familje është një fenomen shqetësues që fatkeqësisht ka njohur rritje vitet e fundit. Sipas të dhënave, për vitin 2025, gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër ka regjistruar 58 kërkesë pa ditë civile për lëshim urdhër mbrojtje dhe lëshim të menjëhershëm të urdhrit të mbrojtjes, si dhe 18 çështje penale të regjistruara me akuzën dhunë në familje. Ndryshimet e fundit ligjore përbëjnë një hap pozitiv drejt ashpërsimit të politikës penale ndaj rasteve të dhunës në familje, thekson kryetari i dhomës së avokatisë në Gjirokastër. Duke qenë se ka pas një rritje të këtyre veprave në Republikën e Shqipërisë, me të drejtë janë bërë këto ndryshime në kodin penal, duke i uritur sanksionet, por duke u vendosur dhe vepra të reja penale, dhuna në familje realisht është rritur dhe shkaqet janë të shumta sociale, me çka më re në rastet e paraqitura në gjykatë është alkooli. Ndërkaq, edhe qytetarët e mbështesin këtë miratim, duke konsideruar të domosdoshëm për rritjen e sigurisë dhe mbrojtjen e familjes. Që të zbehet ky fenomen, mirë është njerëzit të mësojnë sa më shumë në lidhje me ligjet dhe ato ligje që dalin të publikohen dhe të jepen dhe në masë. Kush e do dhe më asnjëri? Dhuna është e gabuar. Ajo është mjeti i fundit i logjikës, është dhuna. Po ka shumë probleme, janë më shumë janë ekonomike, në të gjitha arsyet. Ndikojnë të tëra në pak janë zinxhir. Forcimi dispozitave ligjore rrit përgjegjësinë penale të autorëve dhe njëkohësisht garanton mbrojtjen më të plotë për viktimat. Megjithatë, sfidë mbetet zbatimi korrekt dhe efikas i ligjit në praktikë. Edhe pse dimri po shkon drejt fundit, në urgjencën e spitalit të Gjirokastrës vijojnë të paraqiten pacient të prekur nga virozat, ndërkohë që nuk mungojnë ata me probleme me zemrën dhe mushkrit. Viruzat e stinës vazhdojnë të jenë prezente në popullatën e Gjirokastrës, edhe pse shkurti ka kaluar gjysmën e tij. Mjeku i urgjencës Bledar Çela thotë se rastet kanë qenë të vazhdueshme, por në shifra më të ulta dhe me një gamë të gjerë simptomash. Nuk kanë qenë numër shumë të madh, po ama kanë qenë në mënyrë konsistente, një numër i caktuar ditë për ditë,
të cilën kanë qenë domosdoshmë shqetësimet e përgjithshme që ka gripi, jo koll, jo temperaturë, jo ethe, ka pasur shumë raste që gripi ka qenë dhe me të vjellura dhe me ka një viroza dhe me diare, domethënë këto kanë qenë dhe në këtë kohë, 10 ditë e fundit kemi pasur shumë viroza, të cilat janë shoqëruar edhe me të vjella, me diare, me çrregullime të gastrointestinale, të trakut tretës, të cilat në rastet që nuk kanë qenë mirë ne i kemi trajtuar dhe në urgjencë dhe pastaj u kemi dhënë një mjekim për në shtëpi. Por në përgjithësi në këtë sezon ka pasur një përzierje të rasteve, do më pak shumë kemi pasur të tëra rastet. Kryesisht duket ajo efekti që kalon dimri do më të popullata. Ndërsa për te virozave, rastet më të shpeshta që paraqiten në urgjencë për ndihmë janë ato që lidhen me zemrën dhe sëmundjet pulmonare. Kemi shumë sëmur kardiak që vinë që nga tensionet, sidomos në kohën e dimrit, do më thënë tensionet sëmurët hipertensiv rëndohen dhe shumë nga ata do më kardiologu i shton dhe një mjekim gjatë dimrit, pasi rëndohen dhe kushtet atmosferike, po kështu dhe sëmurët e tjerë pulmonar, do më thënë që kanë pasur ka kaluar një grip në stinë dhe pasaj me gjithë mjekimin ai ka vazhduar, do njerë periuda rekuperimit vazhdojnë gjatë, po kështu kanë vazhduar dhe sëmurët kronik të cilët për shumë arsye janë rënduar gjatë dimrit dhe na kanë ardhur neve domethënë në urgjencë, për të cilat u kemi bërë ekzaminime o analizat dhe një pjesë janë dhe hospitalizuar. Urgjenca e Spitalit të Gjirokastrës pret në 24 orë mbi 50 pacient, kryesisht me simptoma të sëmundjeve të lartë përmendura. Drejtoria e Policisë Gjirokastër gjatë 24 orëve të fundit ka proceduar penalisht një sër veprash penale. Një 49 vjeçare nga Tepelena u arrestua nga policia pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi të vendosur më parë nga gjykata e Durrësit. Sipas burimeve, ajo është akuzuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, duke e bërë kështu të domosdoshëm ndërhyrjen e autoriteteve. Në të njëjtën kohë, specialistët për krimet ekonomiko-financiare në Gjirokastër kanë nisur hetimet ndaj dy shtetasve për shkelje financiare ndaj punonjësve të tyre. GÇ banues në Gjirokastër nuk ishte paguar tatimet për shtetasen e huaj që kishte punësuar për 7 muaj, ndërsa KC nuk ishte paguar sigurimet shoqërore për një punonjëse gjatë viteve 2003-2015. Materialet proceduriale tashmë janë dorëzuar në prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër, ku do të vendoset mbi veprimet e mëtejshme. Ngjarjet e fundit vënë duke kontrollin e policisë mbi respektimin e ligjit si një qarkullim, ashtu edhe në detyrimet financiare ndaj punonjësve. Në fshatin Stegopul të Libohovës, dimri nuk ka ndalur ritmin e jetës, edhe pse banorët janë të pakët dhe shumica e tyre në moshë të tretë, ata vazhdojnë punën e përditshme në bujqësi dhe blegtori. Vitet e fundit në fshat ka nisur edhe agroturizmi që po krijon mundësi të reja ekonomike dhe po rikthen vëmendjen tek potenciali i Stegopulit për një zhvillim të qëndrueshëm. Në Stegopul, një fshat i vogël në bashkinë Libohov, dimri nuk ka ndalur ritmin e jetës. Edhe pse temperaturat janë të ulta dhe stina e ftohtë është ende prezente, banorët kanë nisur përgatitjet për pranverën. Në arat përreth duken punimet e para, krasitjet e pemëve dhe sistemimi i tokave bujqësore, duke dëshmuar se puna në fshat nuk njeh pushim. Ky gjallërim i hershëm është shenjë lidhje së fortë të banorëve me tokën dhe traditën. Postina e dimrit si vjetë ka qenë që ke vështirë, këto shirat që kanë rënë vazhdimisht nuk na kanë lënë që të bëjmë ato punë që ne i kishim menduar, megjithatë shpresojmë se koha do të rregullohet. Edhe në këto kushte, fshati Stegopul ka një klimë të jashtëzakonshme, qoftë një rrezë dielli të dalë, ne dalim me vrap, edhe bëjmë ato që na duhet në prag të pranverës, po përgatitemi pikërisht për këtë gjë. Po tani faktikisht se unë kam ardhur enkas në fshat dhe nuk jam nga ta, po duke parë këta të fshatit, po punojmë rrit e pemëve. Para gjë që bëjmë njerë presim pemët, presim rushin, i bëjmë gati për pranverën, punojmë rrit e pemëve, merrem me pastrimin e luleve, fillojmë dhe punojmë tokën që do mbjellim perimet, përgatitemi thjesht për pranverë. Tani mbjellim patate e qep, po s'ta në koha. Na bën koha e keqe. Edhe kështu që jemi izoluar brenda. Ka qenë dimri i vështirë? Shumë i vështirë, nga këto vite. Ka qenë shumë i vështirë. Nga vjetë kilovat kësha mjellë qepët. Si vjetë, zagoria i mjellon. Nuk i mjellë me neve, i mjellë nga marshtë, nga aprilli. Të filloj tani vjedhja? Tani po hapi koha do fillojmë. Po hapi koha. Njerëzit kanë ikur, një dy që janë kanë baktit.
Tani punojnë tokën këta, mbjellin në një patate, në një qep, kjo është periuda që i mbjell tani. Edhe në Zarzavatet fillojnë vonë që mbjell dy gjëra sa për vete, se këtu s'ka dhe dyqan, s'ka dhe gjësh. Edhe pse sot në Stegopël kanë betur pak banor, ata vazhdojnë të ruajnë me përkushtim zakonet e trashëguara brez pas brezi. Blegtoria dhe bujqësia mbetet burimi kryesor i jetesës, duke mbajtur gjallë identitetin rural të zonës. Kujdesi për bagtit, mbjelljet sezonale dhe puna e përditshme në toka janë pjesë e pandashme e jetës së tyre. Këto tradita jo vetëm që sigurojnë vazhdimësinë ekonomike, por edhe forcojnë ndjenjën e përkatësisë dhe trashëgimisë kulturore. Kjo është çike dhimbshme si për çdo fshat edhe për Stegopullin. Vetëm pak banor janë në fshat. Mund të them që në Stinën e Dimrit mund të numërohen rreth 20-25 banor, më shumë nuk ka. Jemi dhe ne që vemi e vim nga qyteti, që shpirtin e kemi këtu. Detyrimisht, megjithatë ne jemi prap me shpresë që njerëzit vazhdojnë të vinë dhe vazhdojnë të ndërtojnë në këtë fshat dhe kjo na bën të jemi qik optimizm. Me thënë të drejtën, Stegopulli ka diçka të veçantë nga fshatet e tjera. Në malet e Stegopullit kullosin 3 kope, me 3 djemë të ri, që kjo është krejt e veçantë, dhe fshati asnjëherë s'ngelet pa qumësht. Nuk jemi si ato zonat e tjera. Mbulohet e gjithë kjo pjesë. Shiko, turistët e lokali kanë ardhe në dimër. Ata që nuk i pengon as koha, as gjë. Sepse është bukur në Stegopull të rish edhe pranë o gjakut, është bukur të ndesh dhe sobat të lokali që ata kanë atje te hoteli. Ka diçka, Stegopulli ka një klim të mrekullueshme edhe në dimër. I matë thoshte një shprehje. Në qoftë se në shkurt në Stegopull bie një rrezë dielli, mund të bësh banjë dielli. Ato janë vetëm. Janë 2 vetëm, ja 3 kope me 1 me 10, 2 me dhëm. Edhe neve që keshëm 1-2 shitëm nëse mbanim dot. Edhe tani blejmë qumësht, që ushqemi nga këta që kanë. Vjen vizitor, beharit, vjen makina, ikim, po jo me kuaj. Shikojmë fshatin, vjen këto kishat janë këtu, jo nga manastiri, jo. Turist pak vjen manastiri edhe nuk e di vendet e ka i lokali andej. E pëlqejnë fshatin? E pëlqejnë. Fshati është shumë i mirë. Unë kam djalin 55 vjeç, dhe ka ardhur i vogël që ishin gjyshrit dhe ai e do shumë fshatin. Së fundmi në këtë fshat po zhvillohet edhe agroturizmi duke sjell një frym të re për komunitetin. Vizitorët e interesuar për natyrën, qetësinë dhe ushqimin tradicional po zbulojnë bukuritë dhe mikpritjen e zonës. Kjo nisëm po krijon mundësi të reja ekonomike dhe po rikthen vëmendjen drejt potencialit që ka Stegopulli për zhvillim të qëndrueshëm. Nëse kjo rrugë vijon të mbështetet dhe të promovohet, fshati mund të shndërrohet në një model të ruajtjes së traditës duke e kombinuar atë me zhvillimin modern. Lara Kolturi dhe Liza Brunga kanë treguar emocionet e tyre të pjesëmarrjes së parë në lojrat olimpike dimërore Milano Cortina 2026. Për presidentin e Federatës Shqiptare të Skive, Elvis Toçi, vendi i 10 është historik, por pas 4 vjetësh tashmë në Alpet franceze medalje do të jenë edhe më të mundshme. I'm very proud for what I've done. I've been Në fakt më bëri të qaj Mikaela Shifrin me fjalët që më tha. Jam shumë krenare për këtë pjesëmarrje të parë time në lojrat olimpike dimërore, por jo vetëm kaq, edhe me të gjithë mesazhet inkurajuese që kanë ardhur nga shqiptarët në Instagram apo dhe në rrjetet e tjera sociale. Ishte një periudhë jo e mirë shëndetësore për mua. Bëra maksimumin dhe jam shumë e lumtur në këtë pjesëmarrje. Është një pistë që e dua shumë, por ajo çfarë dhash nuk ishte mjaftueshëm për të shkuar ëndrrës deri në fund. Është historike, është një ëndër e bukur, ëndërroj që kjo ëndër të përsëritet herës tjetër në Francë, në Courchevel, në Olimpiadën e radhës, ku Lara do të jetë 24 vjeç, pra do të jetë një vajzë e maturuar me një eksperiencë dhe mund të vijë me 3 medalje ari në Shqipëri. Natyrisht do të fat. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.